Dhe atë duhet bëj. Atë duhet bëj. S'ka rrugë tjetër. Qofse me gjithmend mendon që ka një trup elektorale ka mbrapa, ato disidentët që janë brenda PD-s, ka dhe i marrë, atë duhet bëj. Nuk ka rrugë tjetër për mu, sepse kjo lloj debati që unë hymë PD-m, votojnë to, votojnë seksioni 16, 14, to janë gjithë prallat kota që nuk kanë ekzistuar. Qartë. Mirë, marrëveshja e 2008-s ishte një marrëveshje që instaloi dy partit kryesore. Dy njerëz, jo dy parti. Dy njerëz, se po të kishe instalu dy parti halal. Do kishim një gjys demokracie, por gjithsesi e pranueshme. Se brenda një partie kemi debate, ku e di, se gjithë botën bipolarë. Partit tona nuk ndryshon kryetari, kështu që mbeten ata njerëz. Ta thash, instaloi dy njerëz, jo dy parti, se po të ishte dy parti. Atëherë ishte Sali Berisha, por sërish tani është zoti Berisha, Partia Demokratike, që ju jeni, domethënë, atëherë ishte Berisha dhe Rama në opozitë, tash është Rama pushtet dhe opozitë. Partia Demokratike, Partia Adriatik Lapajt, partitë të tjera tradicionale të djatha të Partisë Demokratike, keni arritur në një marrëveshje për ligjin zgjedhor. Unë marrëveshje. Deri tani kemi një projekcion pozitiv dhe unë uroj që njerëzve të PD-s ta keni kuptuar që me këtë ligje kanë dënuar vetëm me vdekje, dënuar gjithë opozitën, por çfarë i bën? I bën pesheshe e Dramas, do me thëmë fitore më të madhe mbas 12 vjetëve pushtet, që duhet kishte humjen më të turpshme. Se 12 vjetë, jo Edi Rama, po Jezu Krishtit na kishte, a Muhamedit na kishte qeveris, këptati ajo, prapë të kishim ca dyshime. Si Sali Berisha lidhur me kodin zgjedhor? Unë gjykoj që kjo është një ofertë oportunizmi, e kupton që s'ka me çfarë inspiron më ato që janë për qak, që po bëjmë një lloj reforme, që po e hapim, të gjitha këto nuk është se ka ndryshuar. Që Berisha ky ka qenë, është një politikan karriere, oportunist, e kap momentin, lëshon sot, nesër e kthen prap, por gjithsesi unë e konsideroj po bëjmë sikur se kuptojmë këtë punë. Edhe po themi shumë mirë që erdhi ke pozicioni jo, nes po kërkojmë as medalje. Koalicione para zgjedhore. Ato që kemi thënë në 20 vjetë me rallë, ky po dënë t'i bëjë të shi. Unë uroj që t'i bëjë. Nuk ka rëndësia autorësia. As morali kësaj që, as po du medalje që ky po vjen ke pozicioni jonë. Marrëveshje tani me parti në pushtet? Jo, unë them që gjendet me parti në pushtet, sepse ligji zgjedhor që tillë, që është bipartizan në një farë mënyrë, kanë drejt vetoje, edhe mund t'i kërkojnë, po t'a bëjmë betejë politike, të bëjnë këtë gjë, jo gjërat e tjera. Prap nuk besoni 100%? Unë s'besoj kurrë, se ta thash në 35 vjetë në... Nuk keni garanci? Absolutisht. Jam prej natyre, që dyshoj, plus që koha që ka rrjedhur, më jep të gjithë të drejtën, aq më tepër që dyshimet e mia janë vërtetuar për herë. Kështu që po s'ka rëndësi kjo punë, ta thash... Pra, përmes vetos, ju po thoni që përmes vetos, opozita mund ta... Po, në qoftë se kanë dëshirë për të ndryshuar ligjin, e ndryshojnë. Sepse është veto, është, si me thëmë, presioni popullor. Janë ndërkombëtarët, në qoftë se ti do i bindesh që po shkon drejt një rrugë për të qenë, se nuk janë të marrë ato, nuk e kuptojnë që... E njëjta gjë, pra, situata ka qenë e njëjtë edhe para 2 vitesh, dhe sërish 2 partitë e mëdha në korrik, e miratuan atë kodë zgjedhor. Çfarë ndryshon tani, zoti Jo, prapë mund të... E di çfarë ndryshon të që? Që Berisha dhe i grupi atje kanë kuptuar që me këtë ligj shkon aty ku janë.